paralelisht me shkollën, ose në ndërkohë që ti studion, të marrit me politik nuk është në rastin e një të riu apo një të reje detyrimisht, madje në shumicën dërmuese të rasteve është thjesht angazhim qytetar, nuk është të marrit për të bërë karrierë politike. Atë të shkallëve të karrierës. Sigurisht. Atë të shkallëve të karrierës ta thash duke u nisur që nga fakti që 9 vjeçare synohet bëhesh kryetare e parlamentit të gjithë Shqipërisë, përfshirë dhe gjimnazet, kështu që një mendim modest i imi është që sa më shumë ti ta shtysh atë për sikur se do, aq më shumë ti do të biesh brenda me atë marrëdhënie me politikën dhe aq më befasisht do ta gjesh veten duke kandiduar për një gjë tjetër.